Një aksident i rënd ka ndodhur në Tiranë në zonën e Unazës së Re pak pasi kalon kthesën e Kamzës, ku makina ka përplasur për vdekje 61 vjeçare nga Kuksi Refi e Gjeta. Viktima ishte duke kaluar rrugën së bashku me bashkëshortin, i cili fatmirësisht nuk është lënduar nga aksidenti. Një ndër arsyet kryesore ku në aksidente viktima mbeten kalimtarët është sepse ata kalojnë jo në vijat e bardha. Edhe në këtë rast 61 vjeçaria ka kaluar nga ana e djathtë të rrugës në anën e majt dhe në momentin ku ka tentuar të kalojë mbi trafikndarësin është përplasur nga makina. Burime nga policia thanë për News 24 se çifti Gjeta kishin shkuar për vizite të afërmit e tyre në atë zonë dhe në largim nuk kanë shkuar te vizat e bardha, por përshkruan rrugën mes për mes, megjithëse në mes të saj kishte trafikndarëse. Bashkëshorti mundi të kaloj trafikndarësen, ndërsa 61 vjeçare në tentativë për të kaluar atë u përplas nga mjeti tip BMW, i drejtuar nga Sergio Vata, i cili u shoqërua në komisariat për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Sipas ekspertëve në vendngjarje, mjeti ishte brenda normave të shpejtësisë dhe se shkak kryesor për aksidentin ishte lëvizja e gabuar e këmbësores.